Për i trajtimit të butë dhe të moral që pejgamberit alayhi salatu wasallam çfarë ka qenë? Ka qenë lehtësimi i gjërave, të bijave të vet. Ka ardhur Aliu radiallahu an, edhe i ka thënë pejgamberit alayhi salatu wasallam, pasi e ka pranuar dorën, ka thënë ja Rasulullah, të martona tash, ta marr në huzën e shtëpia. Atëri ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, ja pe mehrin, ja pe diçka, mehr. Atëri ka thënë Aliu, s'kam kur gjaj Rasulullah. Fukara zero, s'kam kur gjaj më dhon. Para njëri më thon, si çifti Aliu vëllazër. Aliu kur vim te nipat, e nipat më sam, sa i ka lavdruar më sam Hasanit dhe Husajnit. Mos flasim për Ali radiallahu an. Ka qenë nga njerëzit e mëdhtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje pejgamberi ka vao familjen e Aliut min al-asbat. Asbat ka më zgjat këtij fisi gjat. Apo madje vëzër në Aliun kanë deviju mijë njerëz dhe miliona njerëz. Këtë Irani sot çka e shihni, Irani. Mbi 80 milion njerëz, Shia, e mallkojnë Abu Bekrin dhe Omerin në emën të Aliut, në emën të Husajnit. Apo për çfarë arsye? Për shkak se atë shumë pozit ka pas ky njeri, saqë kanë deviju njerëzit. Për shembull, sikur te Isai, çfarë pozit ka pas Isai te Allahu xhelalu ala, saqë njerëz kanë thënë gjali i Zotit. Ai sa gjali i Zotit? Ai robi Allahu xhelalu ala. Andaj kur nami jo i madh, njerëzit shlojnë fjalë të mëdha. Shiko, o kanë fukara. O kanë fukara. Madje këtë fukarallok edhe kur apo prije si muslimanëve, Aliu ja kanë përmend. Ka thënë, si ka mundsi o Ali, ti më kanë fukara. Ka thënë Allah i ka do kismetet. Doja ka nuk të mrena, e doja ka do në pare. Që? Dikush ka dosh me zonë ngusht. Ka thënë Ali, si mund është edhe i meqëm, edhe pris, fukara. Ka thënë Allah i ka do kismetet. Dikujtja ka do në mene. O kjo risko, më kanë ti i meqëm o risk, më kanë djetarë o risk. Ka thënë edhe dikujtja ka do në me hangër. Ajo hargjohet, cëla jetë? Cëla jetë? Jetë ajo që ka furnizua Allahu gjitha prej ilmit dhe dijes. Atëri ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, e ki pas ti një çfarë mburoje. Aliu si ka shku me jetë që ajo bëhet mehe. Ka thonë e ki pas një farë mburoje el hutamije, për një fisit el hutame, kanë qenë që kanë marue mburoje, prazmore. Ka thonë e ki pas një prazmore, unë sa e di. Ka thonë pas, qatë ta e ka po, nuk ka shku me jetë që kjo mundë më bëhet meher. Ka thonë jepja që ta qikësteme, edhe mere. Jepja qikësteme, edhe mere. Këtë këta që e kanë qujtë, kanë thonë djetarë, vësam i ka lecu gjërën, vetëm martohuni, A dhe ka thonë alayhi salatu wasalam, mehri ma i bereqet që më është ma i leti. Kini pa disa kur dojnë me kaldu se o familje ranë, janë autoritativ, janë zengina, babe babgjish, pite ademi, pite, apo ketë ato janë konë zengina, edhe shkon ti me bo një qa, edhe i thu sa zot një pilirave, 370. Dhe me kune janë familje ranë, jo, vallaj mu paskan, mu kaskan me lira, i kish pas Fatimja, i kish tanë Aliut, shko mbledhe ti, mbledh lira, a i di qikën e kujtit e mor, qikën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, Fatimja radiallahu anha, jo ka thonë jepja, prazmore, mi a thonë njani pineve një prazmore, shumë prazmore, të luftës, mas pari Fatimja së në përdora, shtu ka thonë koment, shka i duhet Fatimja së jo, për mësën veç ka dasht me da ligjin, meher dush me dhanë, jep diqka meher, andaj duhet më ka njëri i letë, kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej sjelljes mirë pejgamberit alayhi sallallahu alaihi wasallam me vajzat e veta, cila ka qenë nuk ka pas mësam djem. Mirë po vajzat i ka trajtuar në mënyrë më të mirë. Kur e ka martuar, apo e ka martuar Fatimën, e ka ditë se Ali u s'ka pare. Mënyrë prazmora martuar. Apo atëherë pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam i ka marrë disa pajisje mobile të asaj kohe dhe ja ka dhënë Aliut dhe Fatimës si dhurat për martes. Kjo është ka quhet sot me një mu babgjishi qikës vet edhe dhëndrit vet. Apo për mësam ka morë në atë kohë, ka morë disa prej petkave të sat ka pas nevojë për shtëpi, gjithashtu ka morë për mësam disa prej jastëqeve të lëkurës, i ka morë për mësam dhe disa prej mullive të dorës, se ka qenë në atë kohë sigur si një lloj kuzhine e kohës së sodit, edhe disa prej enve, edhe disa prej gotave ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vajzës së vet. Kjo çfarë argumenton vëllazër? Se nuk duhet njeriu me thon a ta dhash po grajtash. Do të thosh graj si ka kur rrenët. As nuk ka ndoshta i punsum, as ka rrok, e kështu me radh, kjo traditë është e gabuar. Domethënë e ka trajtuar nusën kur ka një çika e vet, sikur me bë hazër djalin për dhëndër. Për çfarë arsye? Sepse është e dop.
Sidomos nëse e di se pala tjetër ka nevojë për ndihmë, duhet me ndihmue. Duhet me ndihmu normal edhe baba i idealit, po duhet me ndihmu edhe baba e vajzës. Për çfarë arsye? Po a e ki vajzë? A e ki vajzë po? Po ajo pse ka shku te burri vet? Ala vajza jote? Ala çika jote? Ajo kur ka dhimbje, pejgamberi alayhis salatu wassalam shpesh herë do ta përmendmi, ka hi mrena, ndom ju ka hi. Edhe i ka mësua. Madje për mësam e ka lakmuar shpesh herë Aliun, do e ka përgdhel kur ka nervoz, pse? Sa i nesër nervoz te çika vet. Ja ka hek nervozën sallallahu alaihi wasallam. Andaj prej trajtimit pejgamberit alayhis salatu wassalam ka qenë çfarë? Ka qenë ndihma materiale, financiare për bijën e vet. S'ka shku me tradita të arabëve, as të traditave të ignorancës. Jo, e ka trajtuar sikur më kanë, domethënë prej djemve. Edhe vajzën, edhe djalin e ka trajtuar njësoj. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka legjitimuar që kur të martohesh me bë darsëm. E Aliu njëjtën përgjigje që e ka thonë te Mehri këtu, s'ka më Rasul. S'ka më bëu atë darsëm. Atëherë më ka thonë innehu la budda lil ursi min walima. Do smunesh ti me një dhëndër pa darsëm. Pa darsëm. On sigur po të i kalohen shumë prej procedurave, atëherë kur e kanë një disa sahabë ka thonë ja Rasulullah, unë një dela i tjetri, unë një dash, hajde e bëjmë darsëm. Pra ja kanë sahabët që janë ndihmuar ndërmjet vetë. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë kur të martohet do njëri pi juve, apo le të baje darsëm qoftë edhe me një delë të vogël. Njëri thot, po kujt bja kallzuve këta? Banë darsëm. Po duhet darsma, ka disa hadithe të pejgamberit alayhis salatu wasallam ka thënë publikimi i darsmës on niqah. Domthon, ti kur e bën aktin e niqahit, s'e kur kush, e shohin dy veta, dy dëshmitar, supozimit. Apo e shohin që të burra janë koçati. Mirë, ti e merr piçati grën tanë dhe del. Njëri me të ndart, ku e morë me këtë gruaje? Ti vjen se ku ti thirrsh ato dy dëshmitar, hajde kallzoni se e kam gruaje. Çish e hekit këtë ciklet e bën darsmën. Edhe njerëz e dinë ka martu filani, e dinë se e ka gruaje. Kjo ka qenë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe trajtimit të lehtë të tij alayhi salatu wassalam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka mësue dhëndrin edhe nusën e re, që ka pas këtë rast Fatimën të bijën e vet, që kur të martohen mos me nis natën e dhëndris pa bë dua. Pa bë dua. Gjë e cila shumë njerëzve nga zbavitja, nga argëtimi, nga dehja e qefit habitën. Apo e mos flasmi për dasmat e tona, Zoti na rujt, me muzikë, e me kanga, e me instrumente, e pasaj kërsoset darsma, s'po ma qeli hoxha telefonin. E pse me ta qeli hoxha telefonin? U ka dallashit ato gjë kjo. Jo, ato janë kitë dallashit aty, po kush ka pështu, apo? Andaj, si ka mundësi njëri tranohet, ke shkupit i ka zënë sa martue, apo? E pastaj, thot hitësje në rahat. Vallaj thot hitësje në rahat, as qëtësi s'ka, as nuk ngon, s'ka mundësi, se ti e ki idhnu Rabbul Alamin. O dhe zërë kjo univerza i Zotit. Ti me hinë shpit huj, me ja uzurpu shpijen. Aj ingrati shka e ke uzurpu shpijen, mu kanë ingrat, s'paki ta gjuni guri dhe ik. O s'lerat, mu kanë me i fort, o dërve jashtë dërë, s'mun është të me mazon shpijen muhe. Mu kanë me i fort se kaq, të nxjerë edhe të poshtërson bile. E kjo univers është i Allahut. Nëse na tentojna në këtë univers, këtë tokë, kjo tokë e Zotit. Nëse na tentojna, jo çka do Allahu me von ta, çka na poshtërson Allahu xhelalu. Elusmi Allahu që Allahu mos na poshtërsojë as dunja as ahiret. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam kur e ka ardhur prak të natës së dhëndris, e ka thirr Aliun radhiyallahu an, edhe i ka thënë kur gjamës ban, pam taku mua edhe një herë. Kur gjamës ban, pam taku mua edhe një herë. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thirr për ujë, edhe ka marr avdes, pastaj e ka stërpik Aliun me atë ujë edhe ka bëu dua. Ka thënë Allahumma barik fihima wa barik lahuma fi binaihima. Ka thënë o Allah, jep ju bereqet këtyre dyve edhe bekoje, domethënë lidhjen e tyre. Bina apo i thonë lidhjes së tyre, natës së dhëndris, pra marrëdhënieve intime, arabët i thonë me term sinonimi i cili aludon për ta. Andaj kjo ka qenë prej traditës pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe gjithmonë kur a martu ndonjë sahabe, pavarësisht a kanë prej evlad apo dikush tjetër, ka bëu dua. Ka thonë o Allah, bashkojnë hajër, jep ju bereqet dhe ngjiti me bereqet. Dhe ngjiti me bereqet. Kjo ka qenë prej asaj që pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka trajtuar vajzën e vet. Prej trajtimet pejgamberit alayhi salatu wassalam ndaj vajzës së vet, cila ka qenë kur pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka nis luftën e Bedrit.
vitin e 2 të Hijrit, kur është bë Ramazani i parë fars. Ramazani i parë fars, se na po agjërojnë, lutem Allahu inshallah ta pranon prej neve. Kur u bë lufta e Bedrit, ka qenë lufta ndarëse. Othmani radhiyallahu an ka qenë i angazhuar me gruajën e vet, se u koni smut. Edhe pejgamberi e ka pa. Tash pejgamberi ka dy probleme. Lufta, tjetra çika e vet e smut. Çika e vet e smut, Ruqayya. Edhe i ka thënë Uthmanit radhiyallahu an, ka thënë ti rri mos hajde. Mos hajde në luftë. Qyrma çikën. Qyrma çikën edhe qyre gruajën tande. Qyre gruajën tande. Ka shku pejgamberi, e ka bë luftën, ka ndodhur lufta e Bedrit, janë kthye. Kur janë kthye, thot Abdullah ibn Ameri, dikush sikur dashni më azon krijen e Uthmanit. Tha ti s'dolen luftë. Shikoj njerëzit janë çështu vëzë. Wallahi s'talon për ahiret. Edhe nëse i Uthmani më afali. Edhe nëse je pejgamberi i Allahut, xhelel xhelalu s'talon për ahiret. Si ti do që diçka gabim, pa ta thon selam, pa ta i thu selam. Edhe nëse ti ke arshije prej Allahut xhelel xhelalu. Abdullah ibn Ameri thot, janë nisën disa njerëz duke ironizuar, duke bën me ishara që ti s'dolen luftë, o Uthman, ti s'dolen luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë thot Abdullah ibn Ameri, ju thash unë, a i dinim se s'ka dal luftë, sepse pejgamberi alaihi salatu wasalam i ka thënë ruma çikën se e kam çmut. Ruma çikën se e kam çmut. Apo andaj shikoj pejgamberi alaihi salatu wasalam ka qenë shumë më shumë. Njëri për shembull thot, o jam i zan tu në mos um thirti mund telefon. A ka më i zan se në luftë? A ka më i zan se në luftë? S'ka. A ka më i zan se në luftë? E në luftën e Bedrit, që është lufta më e madhe në botë. Sot Evropa i ka dy lufta botërore. Lufta e parë dhe lufta e dytë botërore. Musliman luftën e parë botërore kur e kanë lufta e Bedrit. Kështu e ka thënë Allahu xhelalu ala. Luftë më të madhe se lufta e Bedrit s'ka. Megjithatë pejgamberi alayhis salam e arsyetoi Uthmanin, madje çka i tha o Uthman, ti e kish përblimin te Allahu sikur ai ka qenë në Bedër aty. Ka thënë edhe e ki e ndarjen e plaçkës sikur çka u kon aty. Pse? Sepse ja ka kshir çikën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.